Si e mori Vushtria emrin Vicianum nga romakët? Vushtria, një nga qytetet më të vjetra të Kosovës, e ka përardhjen e emrit që nga koha e perandorisë romake. Në shekujt e 2 dhe 3 pas Krishtit, romakët ndërtuan në këtë zonë një qendër ushtarake dhe administrative që e quajtën Vicianum. Emri rrjedh nga fjala latine vicus, që të thotë dhembanim ose fshat, dhe në kuptonte një qendër të vogël tregtare, zanat që janë shpranë rrugëve të rëndësishme romake. Vicianumi shërben si stacion i rëndësishëm në rrugën antike që lidhte Nishin me Shkupin dhe mëtej me Daganin. Pozita strategjike e këtij vendi bëri që ai të zhvillohej në shekuj si qendër urbane e njohur. Me kalimin e kohës dhe pas nënshkrimeve gjuhësore kulturore në rajon, emri Vicianum u transformua në formën që përdoret sot, Vushtri, e cila ruan ende gjungë të rënies së saj që nga koha e Dardanëve dhe deri më sot.